një prej lagjeve më të vjetra të Damaskut, në Damaskun e vjetër. Damasku është një qytet ndër më të vjetrit në botë, ndoshta ndër 5 qytetet më të vjetra e ndet jetuar në botë, thuajse 7.000 vjeçar, më falni. Shihni se si është kjo lagje e Damaskut. Është një prej qyteteve që ka pasur universitet shumë herët. Është Damasku i vjetër, pra ky që po shihni këtu, shihni se si bashkohen shtëpiat me njëra tjetrën në këtë harkun. Është po ashtu një prej qyteteve që ka qenë gjithmonë qendër që në kohën e Perëndërisë Osmane, pra përpara, por sidomos në kohën e Perëndërisë Osmane, një prej qyteteve që mori shumë jetë sepse filloi të lidh Damaskun me Mekën, me një hekurudh që quhej hekurudha e Hixhazit në atë kohë. Kjo është një tjetër lagje interesante. Shife se si hyhet në brendësi dhe po të shihni derat janë fundësh e gjitha me mozaik bardhëzi. Pra kjo është pjesa e Damaskut vjetër, shihni. Dhe këtej shkohet në pazarin e vjetër, që është pjesë ndoshta më interesante e qytetit. Nga Damasku i vjetër, me gjithë të pamjen mbas meje edhe këtej, një prej qyteteve më të vjetra e ndet jetuar të botës, ndoshta një prej 5 qyteteve, 7.000 vjeçar thuhet.